Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në RTK. Pas shumë tentimeve pas sukses, deputetët e zgjedhur me 9 shkurt pritet të mblidhen sërish sot në Kuvendin e Kosovës për të vazhduar seancën konstituive për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kjo është përpjekja e 35 për formimin e legislaturës së 9. Ky proces ka ngelur tek zgjedhja e kryetarit të Kuvendit. Vetëvendosje si partia e parë e ka propozuar Albulena Haxhiun, e cila nga partitë e tjera, PDK, LDK, AAK dhe Nisma, nuk po përkrahet kjo kandidatur. Kjo procedur po vazhdon çdo 40 tetor përderisa në gjykatën kushtetuese është dërguar një kërkesë e AAK-s dhe disa deputetëve të tjerë në mënyrë që të dilet nga ngërshi i krijuar tash e 4 muaj pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka bërë të ditur se sot, duke filluar nga ora 10, do të mbahet provimi i maturës shtetërore. Sipas njoftimit, provimit do t'i nënshtrohen 18.800 maturant, kurse rezultatet do të bëhen publike më së largu deri me 30 qershor. Mash gjithashtu njofton se hyrja në qendrën e testimit do të mbyllet në orën 10. Pas kësaj ore, nuk do të lejohet hyrja e asnjë personit të pa autorizuar nga mashti deri në përfundimin e testit. Korporata Energjetike e Kosovës insiston se nuk do të ketë ndërprerje të energjisë dhe as import në sasi 100%, pasi kompania për furnizim me rrym Kesko paralajmëroi se do të ketë mungesë të theksuar të prodhimit vendor. Ushtruesi i detyrës së kryeshefit ekzekutiv të Kekut, Gramos Hashani, tha se Keku nuk është në kolaps të prodhimit dhe se njësia A3 është duke i prodhuar 110 MW në orë, ndërsa njësia B1 260 MW në orë. Ndërsa ministria në detyrë Artane Rizvanolli ka vizituar termocentralet e Kekut për të parë nga afër situatën dhe punën që po bëhet. Në bazë të asaj që ka njoftuar, njësia A3 është aktualisht në prodhim dhe do të vazhdoj prodhimin. Njësia B1 është aktualisht në operim, por janë të domosdoshme ndërhyrjet përgjatë fundjavës dhe synimi është që të kthehet në operim të hënën. Ndërsa njësia A5 do të filloj sanimet e rrjedhjeve dhe pritet të filloj brenda disa ditësh operimi. Ndërsa në njësin B2, punët për modernizim janë duke shkuar sipas planifikimit. Rizvanolli ka kërkuar që të shqyrtohen rrethanat që kanë quar në ndaljen e paplanifikuar të blokut A4 dhe të ndërmerren masat që ky problem të evitohet në të ardhmen. Ndrojmë temë të informacionit, Telekomi i Kosovës ka njoftuar se gjykata komerciale ka urdhëruar kthimin e mbi 4.4 milion eurove në llogarinë e kësaj shoqërie aksionare, të cilat ishin ekzekutuar nga përmbaruesi në favor të kompanisë Dardafon.net. Telekomi e ka mirëpritur këtë vendim të gjykatës komerciale që aprovon ankesën e ndërmarrjes lidhur me parregullësitë në procedurën përmbarimore në rastin me kompaninë Z Mobile. Në njoftim thuhet se sipas vendimit të gjykatës është urdhëruar kthimi i shumës prej 4.483.000 eurove që ishte tërhequr në mënyrë të jashtëligjshme nga llogaritë bankare të Telekomit të Kosovës dhe ishte transferuar në llogarinë bankare të përmbaruesit privat Flamur Bogaj e më pas në llogarinë e kompanisë Dardafon apo Z Mobile. Ministri në detyrë i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi ka folur në një intervistë për RTK-n për qeverisjen lokale, zhvillimet në veri si dhe konstituimin e kuvendit. Krasniqi e quajti listën sërbe listë të Radojqiqit, ndërsa theksoi se votat e tetshës së grupit multietnik mbetën në favor të partisë që ka dalë e para në zgjedhje. Ministri në detyrë Krasniqi u shpreh kundër komunave të reja me qëllime politike, ndërsa i quajti artificiale komunat e vogla që kanë dalë nga decentralizimi.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se meriton çmimin Nobel për paqe për përpjekjet e tij në disa zona të konfliktit në botë për fshirë dialogun Kosovë-Serbi. Por thotë se ky çmim po i mohohet për arsye politike. Të premtën para gazetarëve, Trumpi u pyet për një propozim që ai meriton çmimin Nobel nëse arrin t'i jap fund luftimeve Iran-Izrael. Trump u ankua se është anashkaluar disa herë për këtë çmim dhe përmendi disa zona ku sipas tij ka kontribuar në arritjen e paqes përfshirë edhe Kosovën. Nuk është hera e parë që Trumpi e ka përmendur si arritje të madhe marrëveshjen e Washingtonit të 4 shtatorit 2020-s të nënshkruar nga Kosova dhe Serbia në Shtëpinë e Bardhë. Kaq për këtë edicion të nderuar shikues, për të mos humbur asgjë nga lajmet e fundit, na ndiqni dhe pëlqeni edhe në rrjetet sociale. Faleminderit për vëmendjen.